Atëherë, Leti po thoje që ke pas sfida të forta, sidomos emocionale, këto i kam kaluar dhe unë. Unë e mendoj dhe ndaj të njëjtin mendim me ju, që vendimarrja për të lënë vendin e lindjes, kontaktet dhe gjithçka, sidomos nga ana emocionale, është një vulkan ose një tërmet i tmerrshëm brenda teje, si vitet e para të paktën. Pastaj fillon të adaptohesh, po asnjëherë ke diçka që të mungon. Apo jo? E vërtet, Rezi, është e vërtet ajo thënia që pas një farë kohe nuk ndihesh në vendin tënd, as në vendin tënd, po nuk ndihesh në vendin tënd as në vendin ku ke emigruar. Unë nuk kam shumë vite që kam emigruar, kam 5 vite, dhe kur shkoj, kam akoma ato lidhjet e forta, kam miq shumë të mirë, edhe kam familjen, kam të afërm, dhe ndonjëherë më duket sikur nuk kam ikur, por kur rri pak më tepër dhe kur përballem pastaj me realitetet që më larguan nga ai vend, e kuptoj që jam larguar pak atij mentalitetit. Nuk e normalizoj dot më aq shumë, sepse në këto 5 vite jam përballur me një mentalitet të ri këtu, me një mënyrë tjetër qasje, me një shërbim tjetër, me një përqasje tjetër, qoftë edhe që kur vete te zyrat e shtetit, domethënë është një përballje shumë ndryshe me mënyrën se si njerëzit të drejtohen. Për më mirë, po për më keq. Për Më ndryshe. në Angli është shumë herë më mirë te pjesa e shërbimit. Mund të thuhet që anglezët kanë një formë që i bën gjërave vërdall edhe nuk janë të drejtë për drejtë, po kur bëhet fjalë tek shërbimi preferohet mos jenë të drejtë për drejtë, por të jenë të sjellshëm. Gjithashtu.